Këtë vit shkollor, Drejtoria e Shëndetësisë në komunën e Prizrenit ka filluar vizitat sistematike në shkollat e mesme të ulta të komunës, ku drejtori i Shëndetësisë Dr. Sulejman Baxhaku njoftoi se këto vizita do të bëhen në 103 shkolla të komunës dhe shihet që do të jenë të përfshirë 5700 nxënës që do të jenë nxënës të klasave të para, të pesta dhe të nënta. Vizita sistematike sot kanë filluar në shkollën fillore Hysem Rexhepi dhe nesër vazhdon në shkollën Abdyl Frashëri në lagjen Ortakoll, pohon drejtori Baxhaku. Në gjithsej 103 shkolla në komunën e Prizrenit, në këto vizita marrin pjesë 5700 nxënës të klasave të para, klasave të pesta dhe klasave të nënta. Ky proces pritet të zgjatë rreth një muaji. Sot kemi filluar në Ortakoll për të vazhduar nesër me shkollën Abdyl Frashëri, po ashtu në Ortakoll. Planifikohet që brenda një muaji të kryen gjitha vizita sistematike. Dhe në fund të dalim me konkluza dhe gjetjet që kemi bërë gjatë këtij muaji dhe me sugjerimet për ekipet mjekësore që do t'i trajtojnë patologjitë eventuale që i hasim gjatë kësaj vizite. Po i kemi 5 deri në 7 ekipe të mjekëve të përbërë nga mjek, infermier dhe staf tjetër ndihmës. Ai pohon se në këto vizita sistematike janë duke marrë pjesë nga 5 deri në 7 ekipe që përbëhen nga mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor. Pas një muaji kur pritet që të përfundojnë këto vizita e ku pastaj do të dilet edhe me konkluzione lidhur me gjendjen shëndetësore apo patologjike që kanë mundur ta konstatojnë mjekët gjatë këtyre vizitave. Këto vizita janë shumë të mirëseardhura për nxënës sepse në këtë formë edhe parandalojnë shumë sëmundje kronike tek nxënësit dhe zbulojnë edhe patologji shëndetësore.